sondazhin për ta përmbyllur, a e kemi këtu në sfond dhe me korrespondentët më tutje do të vijojmë me njëherë me Preshevën, por nëse mund ta kemi në sfond ta shohim se si ka dalë, se s'kemi patur mundësi, s'pas ka patur ndonjë ndryshim. Zotë Kurti, mos është pak shumë? Cila? Kjo mbrapa. Cila për përqindjeve shumë? Se cila më duket ti? Prandaj që shumë për Prandaj që shumë. Mos është shumë. Po dhe. Mos është pak. Okej, shkojmë Preshev. Ardita Beluli, kryeministër me natyrisht me respekt, Presheva është një nga zonat, një nga vendet, natyrisht shqiptarët në Preshev janë në gjendjen më të rëndë, ndoshta nëse mund t'i krahasojmë në rajon, do duhet ta ketë rendin e para që ta kemi Arditën. Thonë që edhe personale është politike dhe politika është personale ndonjëherë. Ndoshta mund mos pajtoheni, por për shkak të rënjeve të mia, po e përdori Preshevën edhe Arditën po e marrim në plan të parë. Ardita, shohim çfarë pyetje ka për kryeministrin, më pastaj natyrisht ti përgjigjesh. Mirëmbrëma zoti kryeministër, unë jam Ardita Beluli, gazetare nga Presheva. Faleminderit